Përshëndetje nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi i hënë 12 janar 2026. Dashi. Do të ndryshoni disa çështje financiare. Do të përballeni me një projekt sfidues. Ambicie të shpërblyera dhe lajme të mira, marrëveshje ose kompani të reja, ide. Demi. Ka disa mundësi të mira. Jeta familjare është padyshim harmonike, veçanërisht nëse keni fëmijë ose nipër të vegjël për të rritur. Binjaket. Është e lehtë që sot të duhet të lëvizësh, të ndryshosh zonë, ndoshta të përdorësh makinën disa herë për të lëvizur për kontakte dhe takime të rëndësishme. Gaforja. Një ditë me forcë të madhe dhe mbi të gjitha kjo është koha e duhur për të pohuar veten, për të parë përreth. Gjithçka duhet të bëhet me qetësi, risi në dashuri nëse takoni një njeri peshit ose bricjapit. Ndiheni më pozitiv. Luani. Bëni diçka argëtuese në mbrëmje. Si çift, kushtojini vëmendje xhelozisë që do të përulet disi. Emocionet dhe risit në familje po vinë ose kanë mbërritur tashmë, mundësi. Virgjëresha. Tensionet e forta të pjekura në punë ose për arsye ekonomike nuk duhet të derdhen në familje. Shtyni takimet dhe çështjet që kanë rëndësi për ju. Sot nuk mund të qëndroni të qetë. Peshorja. Pak tension në punë dhe dëshironi të kishit më shumë fuqi. E vetmja pengesë është mënyra juaj për të bërë gjëra, të cilat nganjëherë mund të bëhen agresive. Akrepi. Situatë e çuditshme për dashuri dhe kontakte me të tjerët. Angazhimet e punës. Shigjetari. Zhvillimet e reja profesionale janë të mira, por ato nuk ju lejojnë të fitoni shumë më tepër. Lëvizje të mëdha dhe hapje të rëndësishme, në fakt rrugë të reja të vërteta që shfaqen para jush nuk janë as pak të pamundura. Bricjapi. Do të marrë malli për të angazhuar veten dhe ka një pakënaqësi të fortë. Është e rëndësishme të kuptoni se çfarë është e gabuar, për disa kohë tani keni diskutuar gjithçka. Ujori. Ju po i shikoni një situatë në një dritë të re. Ju mund të mendoni më mirë për atë që ka ndodhur kohët e fundit, sepse jo të gjitha situatat kanë qenë të lehta për tu menaxhuar, veçanërisht në dashuri. Peshqit. Ndiheni të lodhur, dyshues, por ajo që ju duket e vështirë tani do të jetë shumë më e lehtë për tu përballuar. Mbështetja e njerëzve autoritar do t'ju ndihmojë, gjithmonë ka pak hidhërim për të mbushur. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Kalofshi një mbrëmje të mirë.